Pikat e grumbullimit të fruta perimeve në disa qytete të vendit po hetohen për praktika të padrejta tregtare ndaj fermerëve. Sipas autoritetit të konkurrencës, grumbulluesit në Tiranë, Elbasan, Berat, Fier dhe Korç dyshojnë se kanë koordinuar çmimet e blerjes pa negociuar me fermerët, duke ushtruar presion për uljen e tyre dhe shpesh duke vonuar pagesat. Hetimi tregon se këto praktika dëmtojnë rënd konkurrencën dhe interesin e prodhuesve, pasi në shumë raste fitimi i grumbulluesve është dyfishi i kostos së prodhimit. Autoriteti pritet të marrë masa ndaj subjekteve që cënojnë barazi në treg dhe shfrytëzojnë pozitën e tyre dominuese. Këto praktika jo vetëm që cënojnë të ardhurat e fermerëve, por ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e bujqësisë vendase dhe motivimin për të vijuar prodhimin. Fermerët ndihen të pambrojtur përballë një tregu që nuk ofron as transparencë as garanci. Autoriteti i konkurrencës bën thirrje për denoncimin e rasteve të tilla, por shërton masat ndëshkuese për shkelësit. Tregu i drejtë dhe konkurenca e ndershme veten thelbësore për ekonominë bujqësore.